Kryetarët e komunave kanë edhe 6 ditë afat për të përgatitur projekte për pjesën e dytë prej 250 milionë euro të planifikuara, të cilat qeveria i ka siguruar me kushte të favorshme financiare për projekte kapitale me kredi nga Hungaria. Ministri i Veçqeverisë lokale Zlatko Perinski thotë se edhe në thirrjen e dytë, shumica e projekteve kanë të bëjnë me rehabilitimin dhe ndërtimin e rrugëve. Perinski bëri të ditur se 36 komuna kanë aplikuar me projekte në vlerën maksimale të mjeteve financiare që u takojnë sipas formulës për frym. 27 komuna kanë mundësi të aplikojnë me projekte shtesë deri në maksimumin e planifikuar dhe 17 komuna nuk kanë dorëzuar as pak formular të aplikimit. Како vlada, сакаме да апелираме уште еднаш до сите локални самоуправи. Si qeveri duam të apelojmë edhe një herë deri te të gjitha veçqeveriset lokale që ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të kujdesen me afatin e parapar ligjor për paraqitjet i cili sipas vendimit të qeverisë përfundon me 30 prill 2025. Dua të theksoj se ky program paraqet hapkyç në transformimin e pushtetit lokal dhe zhvillimin e përgjithshëm të shtetit. Qeveria me masa dhe vepra konkrete tregon se është partnere pa rezervë ndaj të gjitha komunave për realizimin e të gjitha këtyre qëllimeve. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, që në shkurt para se të shpallej thirrja e dytë, tha se për këtë thirrje kanë përgatitur në byxhet projekte dhe pret që ato të realizohen deri në fund të vitit. Investimet do të bëhen në infrastrukturë, qerdhe të reja, rikonstruim të fushave sportive, revitalizim të një parku si dhe një pishinë shkollore. Komuna e Gostivarit është në përgatitje sipër, jemi ka finalizimi, projekte do të kemi besoj në numër mbi 40, do të kemë projekte të ndryshme infrastrukturore duke filluar nga asfaltimi i rrugëve, do të ketë kanalizime fekale, ujësjellës, por gjithashtu patjetër të përmend se do të ketë edhe disa terene sportive të cilat do të renovohen, patjetër ta përmend edhe pishinën shkollore të cilën planifikojmë të ndërtohet tek shkolla fillore Goce Delçev. Gjithashtu do të ketë revitalizim të një parku të vogël dhe disa projekte tjera me të vetmin qëllim që të përfshijmë të gjithë fushat dhe të gjithë kërkesat të cilat i kemi nga ana e qytetarëve tanë. Deri më tani 63 komuna kanë aplikuar me gjithsej 450 aplikime që nga dje janë dorëzuar në arkimin e Ministrisë së Veçqeverisë lokale për thirrjen e dytë publike për mbështetje të projekteve të infrastrukturës komunale. Mesin e 17 komunave që ende nuk kanë aplikuar është edhe ajo e Vrapçishtit. Nga ty përmes një bisede telefonike, kreu i saj Sen Shabani i tha televizionit Globi se kanë gatitur në projekte ndërsa aplikimet të realizohen në fillim të javës ardhshme. Perinski bëri të ditur se përpos Vrapçishtit nuk kanë aplikuar as pak as komuna e Bogovinës, të Arcës, Mavrov Rostushës, pastaj ajo e Sarajit, Qendër, Çajiri, Shutori Zari, Likova, Provishtipi, Vallandov, Rosoman, Dibra, Struga, Manastiri Krusheva dhe Dolneni.